bojkotin e bëjnë vetëm për interesa personale. Prandaj, ju ftoj që më 16 mars të merrni pjesë masovikisht duke rrethuar numrin 19, sepse është momenti për të vepruar. Edhe tash të lapidari pa që manipulun. Vetë akti i lapidarit kur u vendos, pas një konsultim, pas një vendim, dhe veç krahasone me atë Aqif Efendis në Novi Pazar. A u hek? Jo. Aqif Efendin e kanë akuzue se në atë luftën e dytë, me ndihmën e Shaban Palluzhës, ka bo masakra sërbë. Edhe në parlament ka pas shumë reagime tash për të, kur në Novi Pazar unë du, pak në shtëpinë e ti, plaka përkujtimore për këtë personitet historik bosnjak. Mira ma, ata i kanë bërë gjitha vendimet. Edhe nuk pat, asë qeveria Beograd nuk guxoj, s'pat guxim, me shku dhënë shumë me hek. Te na nuk u përcjoll me vendime pushtetit lokal, që i takon me ligj. U shfrytzu këto dopsi, uniteti jon ishte në maksimum. Dikush ka pas kritika, po hajde, shka, pse patëm obligim, unë apo tjertë lider, mu pajtu. Po kur është një temë e ndishme, kur janë pyetje fati i dëshmorëve tonë, apo faktikisht vlerësimi i dëshmorëve tonë, aty dilema s'ka. Mirë po, fakt se u lujt me këtë temë të ndishme. Njerëzisht u lujt me këtë temë të ndishme. Edhe pikrisht tash, në këtë formë shumë pa moralshme, po manipulohet edhe me tema tjera shumë transishme. Kur e ki popullatën me këtë gjendje të vështirë ekonomike, me këtë gjendje të vështirë sociale, edhe e ke marrë përgjegjësinë me udhëheq këtë popullat, si kryetar komune. I pari do t'ish dash mu konën, me thonë ka dalë, unë vetë, me kompetencët që i kam, me kompetencët që i ka pushteti lokal në krye cilit jam unë, s'po muj mi zgjidh këto probleme. Në këtë situatë shtirë, është një shpresë. Do them se është një shpresë reale, që qeveria re, që me gjithë sigurisht do t'i ketë mandatin 4 vjeçar, kur pe shofim se qysh është disponimi momentalisht Serbi, edhe në këtë mandat 4 vjeçar, do të kenë para veti një obligim shumë të rëndësishëm që të afrojnë Serbin brenda 4 viteve shumë afër dyrëve të Unionit Evropian. Unë vetë kam qenë me kryetarin e Këshillit Nacional, me kryetarin e partisë Shep Kamberi, para 2 javë në Beograd, kur ka ardhur delegacioni i parë i Unionit Evropian në kuadër të monitoringut të kandidaturës Serbisë për të antarësuar në Unionin Evropian. Tema ka qenë çështja e azilit. Dhe dihet se azil kërkojnë një numër i madh edhe i shqiptarëve të luginës Preshevës. Edhe me tja i delegacioni ishte prej Ministrisë Punëve të Brendshme të shteteve të ndryshme të Evropës, ishte për ta një interesim i jashtëzakonshëm, jo vetëm për çështjen e azilit, po për gjitha sferat. Një interesonte thjesht pse po detyrohen njerëzit me shku me kërku punë në Belgjika, Suedia, Gjermania, shtete tjera. Ashtu që interesonte edhe gjendja ekonomike, edhe gjendja në arsim, edhe në shëndetësi, edhe gjendja politike, edhe gjendja sigurisë. Në një orë gjys komplet problematikën e luginës me ta u dash me diskutu. Këto vite tash, a do të shkojnë 3, 4, 5, 6, kur po bëhet ky monitorim, edhe do të detyrohet Serbia, jo vetëm formalisht, po esencialisht, mi pranu vlerat evropiane, edhe mu demokratizu. Pse? Rrallë parë për interes vetri.
Ama atëre, pa tjetër e ka dhe mi plotësu edhe drejtat e gjithë qytetarëve, në këtë rast edhe të pakicave, për ne që është interesant, drejtat edhe të pakicës shqiptare në Lugin të Preshevës. Tash e kemi momentin për me ndru gjendje, se e kemi prezencën edhe monitoringun më të madh faktorit ndërkombëtar në historinë e Ballkanit. Edhe nëse tash nuk jemi aktiv, nëse tash nuk veprojmë, atëre vetë marrin përgjegjësinë, vetë marrin fajin, vetë dëshmojmë se nuk jemi politikisht pjekur.